Kanë thënë dietarët, dhe këtë e kanë marrë ata domethënë nga tekstet e Kur'anit dhe të sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se dhënia e zeqatit është shenjë të devotshmërisë dhe imanit. Do thonë qitja e zeqatit, dhënia e zeqatit është shenjë prej shenjave të devotshmërisë dhe të imanit. Dhe është po ashtu prej shkaqeve që njeriu me shiju ëmbëlsinë e imanit. Është prej shkaqeve domethënë që njeriu domethënë me e shiju ëmbëlsinë e imanit. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah." Domethënë, dhe faleni namazin dhe jepeni zeqatin, dhe atë që e jepni domethënë për vetët tuaja prej hajrit, do e gjeni atë domethënë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Domethënë ato lëmoshat, ato sadakat, ato zeqatet që jepni në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ato do i gjeni domethënë në si shpërblim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, kur flasim për zeqatin, thot dietari i madh Sheikh Zeidi rahimahullah, se zeqati në kuptimin gjuhësor, në kuptimin linguistik, e ka kuptimin rritje dhe shtim. Rritje dhe shtim. Kurse në kuptimin terminologjik e ka kuptimin është një pasuri, ose e ka definicionin e asaj, domethënë definicionin në terminologjinë e saj, është një pasuri e caktuar që nxirret në një kohë të caktuar për një kategori njerëzish të caktuar, me qëllim, me nijet. Nëse e bën domethënë si adet, nuk shpërblehesh, se është ibadet domethënë. Për ibadetin patjetër duhet domethënë me qenë me nijet, me ikhlas ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe me qenë domethënë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë është një pasuri të caktuar që nxirret domethënë në një kohë të caktuar po ashtu, dhe për njerëz ose për një kategori njerëzish domethënë të caktuar.